Përshëndetje, ja 5 lajmet e ditës që po mbulojmë sot. Homazhet e Reçakut, pezullimi i vizave nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nderimi i William Walker, kthimi i 10.000 eurove në pej dhe lajmi për taksistin e vdekur në Prizren. Qëndroni deri në fund për t'i kuptuar detajet. Presidenti Vjosa Osmani, kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe William Walker bën homazhe në kompleksin memorial në Reçak pranë lapidarit ku përkujtohen 45 civilët e vrarë më 15 janar 1999. Walker ish ambasador i OSBE-s e përshkroi ngjarjen si masakër dhe krim kundër njerëzimit, duke sensibilizuar opinionin ndërkombëtar për krimet e kryera në Kosovë. Ky aktivitet përkujton jo vetëm viktimat, por edhe rëndësinë e kujtesës historike dhe respektit për ata që humbën jetën. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se shqyrtimi i vizave për 75 vende përfshir Kosovën është pezulluar për vizat emigruese, por jo për ato turistike. Sipas Dash, emigrantët duhet të jenë financiarisht të vetëmjaftueshëm dhe të mos përbëjnë barë për amerikanët. Ky rishikim ka për qëllim të sigurojë që çdo aplikant për vizë të ketë mundësinë të qëndrojë financiarisht i pavarur, duke shmangur ndonjë pengesë për komunitetin amerikan. Kuvendi i komunës së Shtimës i dha William Walker titullin nderues qytetari i përjetshëm i Shtimës për kontributin e tij në zbardhjen e së vërtetës mbi masakrën e Reçakut. Ky titull është një shenjë respekti dhe mirënjohjeje për lidhjen e tij të thellë me qytetin dhe banorët. Ceremonia u zhvillua në praninë e autoriteteve lokale dhe qytetarëve, duke reflektuar rëndësinë e rolit të Walker për komunitetin. Më 10 janar një qytetar humbi mbi 10.000 euro në një lokal në Pej. 3 ditë më vonë, 2 qytetari i gjetën paratë dhe i dorëzuan në polici, të cilat i u kthyen pronarit. Policia falenderon qytetarët për përgjegjësinë dhe ndershmërinë e treguar, duke dhënë shembuj të veprimeve pozitive qytetare. Një taksist u gjet pa shenja jete më 15 janar në rrugën Hajdar Shalla në Prizren. Policia ndërhyri menjëherë dhe identifikoi viktimën si AS, i lindur më 1970. Autoritetet janë duke hetuar rrethanat e ngjarjes për të sqaruar gjithçka. Këto ishin disa nga lajmet kryesore të ditës. Për më shumë informacione, abonohu në kanalin ton. Faleminderit që na ndoqët.